të panderë Bojan Jevtić i shqipton dënim unik me burgim në kozgjatje prej 6 vitesh. I pandehuri Bojan Jevtić me të dhëna si në shkresa të lëndës në pajtim me nenin 364 paragraf 1 është fajtor, sepse nga një periudhë kohore e pacaktuar e deri me datë 17/7/2025, respektivisht deri në momentin e arrestimit, i pandehuri Bojan Jevtić në cilësinë e zyrtarit policor me gradën TG dhe në detyrën e shefit të sektorit të operativës në stacionin policor kufitar Vejo i Bardh në Kamenic me dashje dhe në mënyrë të vazhdueshme ka mbledhur, siguruar dhe transmetuar informacione dhe dokumente zyrtare të klasifikuara si konfidencial dhe sekret që ndërlidhen me sigurinë dhe rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Në atë mënyrë, i pandehuri pa autorizim dhe jashtë kompetencave të tij zyrtare ka siguruar dokumenta të tilla përfshirë planin operativ Shënjestra e datës 26/9/2023, si dhe materiale të tjera që ndërlidhen me aktivitetet e Policisë së Kosovës dhe Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, të cilat më pas i ka vënë në dispozicion duke i transmetuar dhe komunikuar tek përfaqësuesit e shërbimit inteligjent të Serbisë, i njohur si BIA, të pandehurit Bojan Jevtić i cakton për veprën penale spionazhi nga nenin 124 paragraf 6, lidhur me paragrafin 4 dhe nenin 77 të KPRK-s, i caktuar dënim me burgim në kozgjatje prej 6 vitesh. Për veprën penale nga neni 366 paragraf 1, i caktuar dënim me gjop në shumën prej 2.000 euro. Gjykata në pajtim me nenin 76 të KPRK-s, të pandehur Bojan Jevtić i shqipton dënim unik me burgim në kozgjatje prej 6 vitesh dhe dënim me gjop në shumën prej 2.000 euro. Në dënimin e shqiptuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar në paraburgim